Herën tjetër kur t'ju thot në gjë plaku pse s'ke bë sukses akoma, pse s'ke bën ai lek akoma në gjë me jetën tënde, ti do i thush gjë prej meje o zemra. O babe, ti ke jetuar në një periudhë ku s'kishte kamera, rrotull o zemra. Menojeni sa limita ka jeta juaj vetëm nga fakti që ekzistojnë kamerat, edhe janë gjithë nëpër rrugë nga do që kthe kokën. Domethënë përveç faktit që s'mund të jetosh jetën tënde normalisht si çdo me jetu, nuk e kru do të bëthën atëherë kur të kruhet, sa mund të të hedhin teta o shqef të krujt bëthën. Kupton? Po që thjesht mendoni si mund ta kapësh një person që ka vjedh një bank kur nuk ekzistojnë kamerat. I vetmi sistem sigurie, domethënë përveç rojes të dera, i vetmi sistem sigurie që ka banka është kjo tipje që punon te banka që të marrë policinë në telefon. Me çat telefoni me atë që rrotulloj o zemra. 2 4 7, sa të marri policinë ajo, zemër, le derisa të viti e ke tha bankën, e kupton? Kamera nuk ekzistojnë. Ti ke hyrë me maska aty, imagjino ti je në një nivel më i lartë pinonte të kesh bëj tatuazh momental. Që ajo tipja ti thot policisë më vodhi bankën dikush me tatuazh. E ti ndërkohë s'ke tatuazh, se ishte momental. Kur do të kapshin o zemra? E kupton çfarë periudhë ke jetuar zemra? E di si më vje kur gjykojnë këto moshat më të vjetra zemra, se si më rëb shtëpia, nuk di ç'më i thonë më përpara, domethënë që ti ke jetuar në një periudhë që krimi, vjedhja bankës ishte opsionale. Mund thjesht ta bëje nëse të teket më po. E kupton? Lind pyetja për çfarë do e bëje, se shtëpia kushtonte 6 qep. Ose për të mos shkuar shumë larg, kur këtu ka ardhur demokracia, shumica nga ju nuk keni pagu drita, sepse sa ju thotë drita duhen pagu, e kupton, me ligj. Po që nëse nuk do me i pagu, mos e vrit me ne, e kupton? Vjen ky tipi që është tash do dhe lekë të dritave që atëherë. Kupton, ky ta pret me bilush, se na gjykoni ne. Çfarë s'ka bëhë si gjë? A kuptoni çka ka ndryshuar më burr? Thjesht mos e po bëj gabim që po i gjykoj kaq shumë, domethënë mos e çdo periudhë është e artë. Në kur e gjykon nga 10 vite më vonë, mos është diçka që po humbasim tash. Edhe e kena parasyve, siç sa kanë pas to tipat parasyve, kur u hapën call centeret, kur filloi më shpërndash shqiptari drog për herë të parë. Ky tipi që ke ti për babo, zemër nuk bëni asgjë, edhe gjykon ty tash. Mos e kanë gjë që i kanë edhe ne para syve tash, po thjesht më duket sikur me jetu para një 30 vjetësh, le të themi, e kupton? 20-30 vitesh, unë do kisha bë pull numra historiko zemra. Thjesht nga fakti që s'ekzistojnë kamerat, edhe s'janë kamerat në këtë shtet akoma. Do kishit ngju për çdo gjë time, do kishit ngju për pseudonimet e mia, për mafian time, për vendin ku i kam barros lekët, i vetmi gjë që s'do ngjonit në herë është emri im. Do kishit ngju në kështu, në Heisenberg. Gjëja që më caron më tepër nga të gjitha është hipokrizia, zemra, sepse ti ta dish ti plaku jot, zemra, siç thash, ka marrë shtëpinë me 6 qep. Aq kushtoshin shtëpinë. Nuk kushtonte gjë. E merrje falas me autorizim nga shteti. Po që duhet me korruptuar te personi që punon te autorizimi. Çfarë do të çosh aty? I kile qep. Se kështu kanë funksionuar gjëra. Ti ke pyet o zemra. E kupton çfarë do të them? Shtëpia i ka kushtuar 1 kile qep, kurse gruni ka gjetë plaku i vet. E ty të thot pse nuk ke shtëpi e ke gru. E kupton? E para për grun i ke ma gjej ti o babe thuj. Se ty ta ka gjetë gjyshi. Kupton çfarë do të them? Po hipokrizia më e madhe është se ky person e ka marrë shtëpinë falas, ose minimumi para një 10 vitesh ka qenë për shkakun qeraja një 200 euro, para një 10-20 vitesh ka qenë 200-300 euro, ka qenë shumë më pak. Është rrit shumë shpejt në shumë pak kohë. E kupton? Kto të thon pse nuk ke shtëpi tate ose pse nuk del me jetu vetëm. Kush i ka shtëpia tash që po i japin qerat nga 1000 euro mes Tiranës? Kto i kanë? Kto janë hipokritët që majnë qeran lart e të thonë ty, "O më pse s'del vete?" E kupton ç'do të them? Tregoja këtë video plakut, sigurisht nëse ke byth me ja tregu. Edhe prej me e kujtoj edhe i gjë të fundit, që po flisin për këtë punë e nusës. Unë e kam gjetë për vete, kupton, po më çan më thon shokët. Gjykojnë shumë se s'ke gjetë nusa akoma, ç'a bëj 25 vjeç pa nusë. E keni menuar një herë që mos është problem financiar, problemi me dasmën, jo me gjetë nusë, e kupton? E ke menuar një herë që sot bë dasma 20-30.000 euro, zemra. Edhe në kohën tate ka kushtuar për shkakun 4 dele, 4 kg raki, gjëra të tilla. E kupton? Procesi vet i gjetjes nusës është shumë i thjeshtë. Sepse të plaku, gjyshi jot ka pyet, do nusët ti? Po. Me 2 meni e kam po hajde. Ishte gjë që deri nesër e ke bë, domethënë se plaku jot shkote fliste me plakun e asaj, edhe asaj ja boshin fakt të krym. Edhe kështu e ka marr plakën tate plaku jot. Edhe ty të thot pse s'po i gjen. Ha po më zemra, po, se mbien në pemë, siç kanë mbjell atëherë. Gjithë këto ndryshime që kanë ndodhur nuk janë për të mirë të biri. Ja kanë bë jetën më të keqe. Janë sulme që po i ndodhin, por nuk ka ç'më i bë. Mirë do ishte mos ta sulmosh dhe ti. Ha, si janë krahasim me mua. Krahasim me çau zemra, krahasim me personin që s'boni asgjë kur s'kishte kamerë rrotull, edhe pastaj çau kur vdiqën Ver Hoxha. Amon mos bë më fol më tepër, amon. Hajde natë mirë.